Mirë mbrëma shikues të ndëruar dhe mirë se erdhet në emisionin ton Kuvendi. Oj, kolega, ka burra në këtë kuvend, a nuk ka. A të të më koni burë me full mas pari tani fullin gratë. Po jo, mas pari po folin gratë, edhe ati Petja Jaga është presidente. Zonja e pare shtetit, shikues të ndëruar. Zonja e pare shtetit. E zotëriju kush është? Nuk e di. Pikpytje, del pas pak. Edhe ladies first. Ladies first, femrat kam përparsi. Po, Na kam su Kristofer Deli, shikues të ndëruar, mi respektu femrat, se aj po të... Bile dikosh. Bile dikosh, Kristofer Deli të na respektu, na mësu mi respektu gratë. Po. Para mendoj kolege, më falë kolege, sinqerisht më falë, që ti kum shkel drejta të femrës qysh në fillim të emisionit. Kërkoj falje. Më falë. Po të falje. Të kam gjanë. Të këqë. Të në. Të ndjej. Të pëfë. Të puthi fort, e të tjera. Shikues të ndëruar me mrama dhe mirë se erdhët në emisionin tonë më të ri, Kuvendi çdo natë prej orës 22:00 e të nesërmë në repriza në orën 11. Mos harroni, ju përshëndet James Dini këtu te unë në kravat, ju përshëndes unë Plumb Emini, djali Ajrushit edhe i Myrvetës, me mua sonte Gentushi Nanushi. Vajza e bashkimit dhe Myrvetës. Hej, a dhe nëna jote ka emri Myrvete? Edhe jam e Myrvete edhe jotja Myrvete. Arasia, po. A do në unë shumë? Shumë. Edhe unë shumë e du. E du edhe babin shumë se mos po i dhënot të përshëndes. Aj, babi jam nuk i dhënot. Babi jam është burr, nuk bëhet me mend grave. Do me thonë burri nuk i dhënot. E ti që ki fmi, me ardë që ka jote me shku të mami, ma më du shumë, ty mos me të thonë. A i dhënosh ti? Pak. E paramendoj me ta mund... Tu është mi ashpri. Paramendoj tash, jëmë bo djemë të ri, po shkojnë me me të shëndeti. Po paramendoj një pun, me ta mund tutu një astek. Nën mujdet me majt jastikin virë. Shtirë me jastek unë shti me provu, shtirë e ki. Ama jo, unë kom me provu, me be. Ti shakon bebën të ti. Të bëjt ti që ti 121 pijat ka ishe. Me ma rotollu lukëtën. Të borë lukëti. Të dveta ki bagera e vlada. Shikues të nderuar, ju përshëndesim edhe njerë drejt për drejt nga emisioni jonë Kuvendi çdo natë, ama bash për çdo natë. Jo bash çdo natë. E hën, e martë, e mërkure, e ejte, e premte. Shtunë e djelen. Shtunën është për mbledhje e krejt emisionet. Ndjelen, rrinë menojnë publiku, a thu që kanë me qitë këta në tanën. Do me thonë çdo natë. Se ndilën nuk punojnë as semaforat. Po sheme kanë krejt. Shikues të ndëruar, emisioni ynë investigativ. E madhe beti qysh, investigativ. Fjale madhe që dhe ti e i madhë, ka jemi. Qëfar i madhi, unë jam naev. Shikues të ndëruar, emisioni ynë është hulumtues. Nëse ju keni ndonjë problem, shikues të ndëruar, muni me shkru një SMS në numrin 045 221. Ma kemi së numrin? Po, 045 221 edhe e shkru një problemin për shamu me shkru. Edhe qka bojmë, no? Ekipa jonë shkon me një herë atë. Të nesër më në mëngjes vjen të ju shikues të ndëruar edhe diskutojnë juve. Në mbrëmje do i shfaqim problemet. Shumë faleminderit Genta Gentushi. Oj, Gent, në me të ndë probleme. A e po prom Samir Kalum të shkolla fillore Gjemail Mustafa. Po, shumë mirë. Shkolla sa e bukur. Shkolle pastër. Sa e ëmbël, sa e lirë. Sa e gjërë, sa e ëmbël. Shkolla fillore, aj gypi rrethke, si u i varë. Shumë e mirë. Ekipi jonë sot ka qenë edhe atje. A po? Edhe qa? Më duket e kanë regullu. Po thush? A bën Albana në regjinë se nuk prish punë me nalshu pamjen e natës së mbrëmshme shkollën fillore Gjemal Mustafa ta shuajmë gypin? Janë jo më shumë se 15 djemë që lozin në oborin e shkollës fillore Gjemal Mustafa. Për kjo shkollë ka rreth 1200 nxënës. Shkolla mbahet si më e mira në krye qytet. Një pjesë e madhe këtyre nxënësve kalojnë në këtë tunel që të nxjerrë në kurriz në lagjen Dardania. Ju mund të thoni se cila është lidhja e këtij tuneli me këtë shkollë, por në fakt kjo është dhe arsyeja për të cilën kemi bërë këtë kronik. Brenda në tunel, një tub i ujrave të zeza ka kohë që ka plasur dhe shndruar në një ujvar. Pellgu i ujrave të zeza ku ndërmon nga ajra keqe. Nxënësit janë të detyruar të kalojnë në këtë tunel dhe rreziku që ata të helmohen është shumë i madh. Organet kompetente nuk pranuan të flasin për këtë çështje dhe ne po i themi atyre që të ndjekin pak pamje. Pas këtyre pamjeve, ata me siguri do ta rregullojnë sa më shpejt që është e mundur. Mos e bëni për ne, por bëni për fëmijët tuaj. Plume, kjo është zhyrimi djeshit. Kush?
Po e di Genta e di që është gjirimi i natës së mbrëmshme, po sot përsëri ka qenë ekipi ynë atje, se keni po, edhe kena thonë, deri kur ta rregullojnë gypin ka me shku ekipi jonë për çdo ditë, edhe për çata dhe misioni është për çdo natë. Vazhdojmë regjia nëse është gati, po me pamjen e sotme ditën mëngjes. Po, qa ka ndryshu? Shikues të nderuar, dje ishim në këtë vend të njëjtë, dje kullon të ky gyp, rrjedhës ju i varë e sot nuk po rrjedh. I pyetëm kalimtarët e rastit mos rastësisht e kanë rregulluar, than, o jo burr, po e kanë lujin, i na tupi ujë pishishës. Domethënë shikues të nderuar, deri kur ta rregullojnë këtë gyp, çdo natë do ta keni në emisionin Ku Vendi. E pas kanë dreq? Kush? E kanë dreq, nuk ka... Kërën e kanë dreq? E kanë Po dreq, e kanë dreq, kur ta ndreqin. Para me ndër shikues të nderuar, sot ekipi kur ka qenë aty, ka shku ekipi aty, edhe kanë taku një gru. I ka thonë, Zoj, e pas kanë rregullu gypin. A din që ka thonë? Qa ka thonë? O djalli jem, djalli nanës, po shqyqyr nanës që na ka nollu i mbanes, e nuk për rreth poshtë, po pinve që i në shishe. E që shpolohen? Me shishe. Po kur s'ka dhe rrim, para ndër shishe të i nëzej në balkën. Shikues të nderuar, deri kur ta rregullojnë këtë gyp çdo ditë, ama bashkë për çdo ditë. Edhe çdo natë do ta bim në emisionin tonë, nëse nuk vedosin, nuk kam parë heq me ndreq, e rregullojmë na. Unë edhe ti marrë vesh. Po rrezikojmë. Filipum të shtëpia, po na gjeni do parë që në të investu. Me një parë emisioni. Shikues të nderuar, kjo pra ishte skena kur në shkollën fillore Xhemal Mustafa përballë shkollës është një gyp që po kullon, po sot nuk kulloj. Sot e ka thith ata ujnkit mrena, se kam pas nevojë ata mbanesa. Nesër garant kullon prap. Hej, a e din prom në mision që kanë ato studentët e